Vasi, përse e bëjmë balonin gastrik në besot? Unë dua ta bëj këtë procedurë për veten, jo vetëm për të humbur peshë, po edhe që të ndihem më mirë psikologjikisht. Se ndonjëherë kur nuk ndihesh mirë me veten, nuk ndihesh mirë me asgjë tjetër. Ke bërë zgjidhjen e duhur për të procedurë dhe a jeni gati për të vazhduar? Hajde pra, se 15 minuta punësh nuk të gjen gjë. Po. Kjo është kapsula që neve do vendosim në stomakun tuaj që do e frymë dhe do vendoset deri në këtë pikën pak a shumë te 3 vizat dhe më pas do fillojmë me procedurën e fryrjes së balonit. Sa po kryejmë grafinë e pacientit dhe këtu mund të shohim pozicionin e tij brenda në stomak. Mbas verifikimit të këtij lloji pozicioni, atëherë ne mund të vazhdojmë me procedurën e fryrjes së balonit. Nuk ka as 5 minuta që mbaruam procedurën, në fakt ishte më e thjeshtë se sa e mendoja.